Piramidat e Egjiptit u ndërtuan më shumë se 4.500 vite më parë, gjatë dinastisë së 4 egjiptiane. Më e famshmja, piramida e madhe e Gizës, u ndërtua për faraonin Keops dhe është e vetmja nga 7 mrekullit e botës së lashtë që ekziston ende sot. Ajo përbëhet nga rreth 2-3 milion bloqe guri, secili që peshon disa tonë. Studimet tregojnë se piramidat nuk u ndërtuan nga sklever, por nga punëtor të organizuar, të ushqyer dhe të paguar nga shteti. Qëllimi i tyre ishte fetar, faraonët besonin se piramida ishte porta drejt jetës së përjetshme. Edhe sot, saktësia matematikore dhe inxhinierike e këtyre strukturave vazhdon të mahnisë botën. Ja 5 fakte të vërteta dhe interesante për piramidat e Egjiptit. 1. Nuk u ndërtuan nga sklever. Gërmimet arkeologjike tregojnë se piramidat u ndërtuan nga punëtor të trajnuar dhe të paguar, të cilët kishin ushqim, strehim dhe kujdes mjekësor. 2. Piramida e madhe ishte më e larta në botë për 3.800 vjet me rreth 146 metra lartësi kur u ndërtua. Piramida e Keopsit mbajti rekordin botëror për mijëra vite. 3. Saktësi matematikore e jashtëzakonshme. Anët e piramidës së madhe janë të orientuara pothuajse perfekt me 4 drejtimet kardinale: veri, jug, lindje, perëndim. 4. Mbi 2-3 milion bloqe guri. Çdo blok peshon mesatarisht 2-3 ton, dhe disa arrin deri në 15 ton, të transportuara pa makina moderne. 5. Qëllimi ishte jeta pas vdekjes. Piramidat nuk ishin thjesht varre, por struktura fetare, të ndërtuara për të ndihmuar faraonin të kalonte në jetën e përjetshme sipas besimeve egjiptiane.